Lumi doli nga shtrati, e përmbyti pothuajse gjithçka në fshatin rreshtan të Suharekës të shtunën. Ndër më të dëmtuarit është fermeri Shkodran Morina, i cili u detyrua të luftonte me ujin me orë të tëra për të shpëtuar bagëtin dhe fermën e tij. Edhe në fermë këtu kum pas ujë, do thot po tash i u largu ujë, kum pas ujë në fermë, i kum postuar do video, do thot që i kum hek me motora me hidrofora ujin nga ferma. Përtej dëmeve në makineri dhe ushqim të bagëtive, ky shprehet i zhgënjyer me neglizhencën e autoriteteve komunale. Kum provu me thirr kryetarin, ndoshta konë edhe në zonën, ndoshta çka ve di, po nuk më ka përgjigje. Një bashkëpunëtor tinë edhe me ta kum provu me komunikue, i kum dërgu video, nuk më kanë përgjigj. Sigurisht fillua lumi për 20 santim, ka 20 santim. Mu zgjeru shtrati, çajo mbetje me dal nel. Nuk kishim pas si probleme. Kryetari Suharekas, Bali Muharremaj, në anën tjetër, pretendon se komuna ka punuar vazhdimisht në mirëmbajtjen e lumenjve, kurse ka një përgjigje për telashet e fermerit Morina. Jo, s'kompenzohet për komunës. E kemi ekipën që janë të bëjnë vlerësimin e domën të teren. Bëhet në domë, vlerësohet, bëhet raporti, dorëzohet qeverinë e Republikës Kosovës. Suhareka është një nga disa komunat e Kosovës që janë përballur me vërshime, shkaku i reshjeve të mëdha të shiut që nga e martja. Shënjestër.net